lajm tjetër që është I mirë është se kemi edhe ish kampionin olimpik. Kjo është Rostami është nga Irani, mirë po që ka pranu që një kohë tash tjetë edhe sportisti I Kosovës, përkundër që Irani nuk e kanë nënshkru nga dy korriku I këtij viti, ai do të reprezenton Republikën e Kosovës. Kampioni olimpik po vjen Kosovë. Pikërisht. Edhe nga dy korriku tash do të marrin pjesë edhe në kampionatin botëror që do të jetë në Fordet Norvegjisë, na presën medale botërore edhe në sportin e peshkëritjes. Wow, këto se pas në ndëgju më herët. Këto tash po ndëgjoj prej teje. Këtë ka lajm fantastik. Do të thonë niveli I kampionit olimpik e përfaqëson Kosovën. I ka besu shtetit Kosovës realisht edhe unë falenderoj presidenten e Republikës e cila na fat rekord, do të thonë e ka mundësu marrjen e shtetësisë pasaportën e Kosovës, e kemi dorëzuar në Federatën Botërore, fillimisht Federata e Iranit na ka premtuar që do ta nënshkruajnë në Bahrein, mirë po në momentin e fundit thjesht se ka mbajt fjalën. Federata Botërore ka marrë vendimin Bordi Ekzekutiv I Federatës Botërore që me dy korrek 2025 Ajo është I gatshëm me përfaqësoj Kosovën. Pikërisht. A mundet tash në këtë periudhën e këtyre të lashëve dhe konflikteve me pas problem daljen nga Irani? Gjithmonë ka alternativa edhe ju jeni në kontakt besoj me ta. Pikërisht, çdo ditë. Kur po pritet me ardhaj tash me dy korrikun nis aventura e tij me Kosovën, apo? Pikërisht. Ai ka qenë, domethënë, edhe këtu në Kosovë, edhe më herët ka ushtruar në Kosovë, në Shqipëri. Tash është momentin e ka zonë thjesht kjo kohë në Iran, që është me nanën e tij atje. Mirë po, shumë shpejt do të vjen në Kosovë.